e Bashkuara të Amerikës për t'i thënë që ti je jo korruptuar, thellësisht dhe që minon demokracinë. E pas kësaj, sigurisht që ai ka rënë tërësisht në publik, do të thotë ata që votojnë siç votojnë ose siç ndjekin shumë komunitete, ndjekin perënditë e vdekura. Po Shqipëria ka ndryshuar tërësisht. Duhet të them që Shqipëria është e pamundur tashmë që Sali Berisha ta mposhtë. Zoti Çupi, është me rrezikuar Berisha nga 12 maji tutje nga Spaku apo nga një rikthim i grupit të Bardhit mbrapa PD-s? Pra, çfarë do ndodh? Do jap dorëheqjen, do kandidoj sërish? Pra, prap do rikthehet lufta e brendshme në PD? Në qoftë se, shiko, ka një situatë në PD, nëse Bardhi ose dikush tjetër do të tentoj të marrë Partinë Demokratike të Berishës, do digjet. Do të thënë është fundi atij që tenton ta bëjë këtë gjë. Partia Demokratike është destinuar të fosilizohet, të jetë një fosil në duart e Berishës, edhe kur të vdes Berisha, Partia Demokratike do të jetë e Berishës. Është tjetër gjë, sepse në Partinë Demokratike nuk ka zgjedhje, në Partinë Demokratike nuk ka parime, në Partinë Demokratike nuk ka demokraci dhe nuk ka asnjë mundësi për të hyrë për dikush për ta marrë Partinë Demokratike. Është njësoj si të hysh në shtëpinë e Sali Berishës, shkoj ai Bardhit, shkoj në shtëpi të thotë tani jam unë këtu zoti i shtëpisë tënde. E pamundur. Ajo është thjesht një familje e tij dhe është njerëzit janë të fiksuar, ata që janë në Partinë Demokratike janë të fiksuar, bëj çfarë dush. Ja shikoni Shkodrën. Shkodra praktikisht është një qytet dhe ka qytetar, po siç ka dhe të ardhur. Është një qytet i kulturës së lashtë të vjetër. Po kjo është i fjalë goje. Fakti që nuk arrin dot të kuptoj se njeriu që të dhunon nuk është njeriu yt, nuk është njeriu që ti duhet votosh. Megjithatë, atë gjë bën. Në Partinë Demokratike, nëse Berisha nuk do të shtronte dhunë, ata nuk do të ishin aty. Do me thënë, ashtu është ndërtuar ajo, është ndërtuar në mënyrë të gurtë. Pse po thonë sot, si që dëgjoni edhe ju dhe gazetarët përgjithsisht e thonë këtë gjë, që Berisha uzua nga lasivita që t'ishte i qetë dhe t'ishte normal. E keni parë se Berisha nuk është më ai, nuk është normal, sepse Berisha normal është njeriu i dhunshëm. Partia Demokratike është partia e dhunshme dhe nuk mund ta ndryshoj as Bardhi as në i tjetër. Ajo do mbetet ashtu si edhe 4 vjet tjera do mbetet thjesht si një emër në Berish, pavarësisht se do jetë në burg ose jo. Dhe pak nga pak, një ditë prej ditësh do duket e tepërt, është njësoj si Çebani që deli tepërt në trupin e një vendi. Ju lutem edhe diçka për ta mbyllur, një projekcion tuajin për fituesin e këtyre zgjedhjeve, nëse Rama do ta bëj, do arrit ta bëj shumicën i vetëm apo jo, por edhe për partitë e reja. Partitë e reja besoj 2 ose 3 prej tyre kanë disa shanse për të përfaqësuar në parlament. Nuk është fjala për të bërë kingmakers ose për të marrë mundësira që të influencojnë politikën shqiptare. Ata mund të marrin nga 1 ose ja maksimumi 2 deputet dhe me këta deputet sigurisht që do të dhënë hapin e parë nëse do munden, nëse do të dëshmojnë para publikut se janë të denjë për të qenë politikan në të ardhmen e tjerë. Ndërsa fituesi tashmë është krejtësisht i njohur, i përcaktuar në kuptimin e fjalës për shkak të sondazheve dhe kjo majorancë arrin më shumë se sa numrin e deputetëve që kishte në të kaluar. Unë besoj se i afrohet ose arrihet 80 deputet dhe me këtë numër deputetësh padyshim që qeverisë vetëm. Zoti Çupi, faleminderit shumë për bisedën. Edhe unë falenderoj.